Përshëndetje, kujdes, pamje e frikshme. Mos u tremni. Unë sot jam duke u bërë gati, sepse kemi lënë që të dalim në një darkë me disa vajza shqiptare, që jemi mike prej kohësh. Nga që nuk patëm mundësi të shkojmë në datën 8 mars, kemi vendosur që të shkojmë sot. Kështu që më ndiqni se çfarë do vesh dhe se çfarë do konsumojmë tek restoranti aziatik. Akoma nuk e kam zgjedhur se çfarë do vesh, por megjithatë një ide të vogël e kam. Kam një fustan që nuk e kam veshur asnjëherë. Dhe këtë fustanin ma ka bler motra në Gjermani, ja siç e shikoni. Është akoma me etiket, nuk e kam veshur asnjëherë. Dhe po mendoj që ta vesh sot. Këtë fustanin dua ta kombinoj edhe me këto këpucët. Nuk e di, të shohim nëse do ta vesh apo do ndroj mendje. Nuk është se më ri, wow, por as keq nuk më duket. Megjithatë nuk kam ndërmend ta ndroj sepse nuk kam nerva të gjej veshje tjetër. Mirë më duket. Edhe këpucët kombinohen me ato xixat. Kam bërë një tualet të lehtë, mendoj, sepse nuk kam shumë nerva të ri para pasqyrës këto ditë. Po vendos këta vathat e vegjël të Michael Kors me xixa dhe këta, unë mbusha krejt xixa. Vathat i kam set me gjithë këtë varse. Me qenë se e kam pak pjesën e hapur këto para, do vendos këtë varsen, është pak e madhe, por rrim bukur. Vathat më pëlqejnë shumë se janë të vegjël dhe të lezetshëm. Këtë varsen inshallah nuk ma vjedh njëri për Flori, se nuk është Flori në fakt. I kam shumë qef këto kordelet edhe dua të provoj këtë, sepse është jeshile dhe bukur. Mos, më duket vetja si shtrig tani. Si po vesh këtë pardesyn bezh, besoj të shkoj. Okej, ngjaj çik si spionët e xhaxhit e ver. Por gjithsesi është e lezetshme, është edhe e hollë, e gjatë. Besoj se për këtë sezon është fiks. Ja si duke. Fiks, si spionët e xhaxhit e ver. Po e kombinoj dhe me këtë çantën e vogël. Palton e lidha para, sepse më ngjan më bukur. Dhe gati të shkoj në festë. Kemi ardhur në një restorant aziatik, ku ka shumë llojshmëri gjërash. Ky sektori këtu është i gjithi me sushi, ku ka të gjitha llojet. Dhe mua kanë filluar më pëlqejnë goxha sushit. Por ka dhe gjëra të tjera dhe i gjithi është me banak që mund të marrë çfarë do lloj gjëje. Mund të zgjedhësh çfarë do lloj gjëje të dëshiroj. Peshk, mish, fruta deti, të gjitha llojet. Do marrim nga pak nga të gjitha, sepse mund të ngrihemi vazhdimisht të marrim gjëra të tjera pasi mbarojmë ato. Ja edhe këto salcat për sushit janë shumë të mira. I marrim këto kleçkat për të ngrënë sushin, megjithatë ne përsëri mund t'i ham me pirua. Por le të jenë aty. Ja dhe një gëzuar me të gjitha vajzat e bukura. Pasi kemi mbaruar me të krypurat, shkojmë te sektori të ëmblave. Këto janë ato ëmbëlsirat me xhelatin. I kam bërë në formë lepuri, dërkuci. Por nuk më pëlqejnë t'i marr. Ja dhe të preferuarat e mia. Ëmbëlsira franceze, makaroni, marroj për këto. Ftes, dua t'i marr të gjitha ngjyrat, të gjitha shijet. Kam shumë qef.
do zgjedh edhe disa të tjera. Këto pasta shut, mbaroj. I kam shumë qef. Po marrë edhe pak nga këto brownit, unë vdes për brown. Këto copat e vogla me çokoladë, e bëj shpesh në shtëpi, por duhet justifikojmë lekët. Kështu që mund të marrim sa të duam. Tani futemi te sektori i frutave. Boronicat unë mbaroj në fakt, I kam shumë qef. Por më qelluan të prishura herën e parë. Edhe herën e dytë përsëri të prishura. Herën e tretë sikur I zgjodha pak, më ndryshe. Mirë mjaftojnë. Prap një e prishur. Nuk ishin edhe aq të mira boronicat, ose ishin shumë të ndënjura, ose nuk e kuptoj. Edhe fruta mund të marrësh çfarë të duash. Ananas, kam marrë ananas, boronicë, të shikoj këtu, 2 kokra rushi, ja ku I pret ajo, goca që I servir, shalqin ishte shumë I mirë, edhe pak pjepër. Ma mjaftojnë për momentin. Tani jemi që jemi, pse mos t'i provojmë mirë këto luleshtrydhjet me çokoladë, te kjo çokolata që rrjedh kështu. Nuk gjeta askunja as pirun, edhe po I bëj me dorë. Dua ta provoj dhe shalqinin me çokoladë, por po e lej fare se kush e di ç'është je do dali. Pasi kemi ngrënë mirë, nuk kemi lënë asgjë pa provuar, ka ardhur momenti që të paguajmë dhe të largohena. Këto karamelet na mbetën pa provuar, po I marrë ca ti kemi se falas janë. Kemi dalë jashtë restorantit dhe jemi gati për t'u larguar për në shtëpi. Ups, më duket se na kapi policia. Erdha. Ja, do na kuptoj më çantat. Ju betohem jam në litër. Galina thoi kam aniverser. Ju betohem asnjë biskot nuk kam vjedhur. Merë me çantën ti. Jo, se ti pas vërtetë se biskota s'kish atje. Çfarë erdhë? Asnjë biskot nuk kam vjedhur. Aman. Për makaroni çantën plotë. Vajza, për makaroni çantën plotë. Gjithë javën do pishkata. Melina ti morë në një gjë kështu? Ke në një gjë me vete? Karamele, Melina. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer video me gocat. Shihemi në video të tjera. Mirupafshim.